Miq të nderuar, në episodin e sotëm do të trajtojmë një temë mjaft të rëndësishme që ka të bëjë me sistemin arsimor dhe të drejtën e çdo fëmije për arsim cilësor. Kështu, temë boshte sot do të kemi përfshirjen e nxënësve me vështirësi në të nxënë dhe rolin e mësimdhënësit mbështetës në këtë proces. Sepse, miq të nderuar, mos të harrojmë që arsimi gjithëpërfshirës synon që çdo nxënës pavarësisht sfidave apo nevojave të veçanta që mund të ketë, duhet të jetë në radhë të parë i pranuar, i mbështetur dhe i aftë për të zhvilluar aftësitë e tij. E për të biseduar rreth kësaj teme, unë kam kënaqësinë që sot në studio të kem mësimdhënësin mbështetës, njëherët pedagogun special, e që ka edhe shumë tituj tjerë, zotëri Arben Zabeli, i cili do të na ndihmojë që të kuptojmë më shumë rreth kësaj teme, natyrisht edhe të mësojmë, e gjithashtu do të ndaj përvojat dhe njohuritë e tij profesionale bashkë me neve. Zotri Zabeli, fillimisht përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin për një botë më të mirë. Përshëndetje Lume, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Përmenda që jeni pedagog special, jeni mësimdhënës mbështetës, e gjithashtu keni mbajtur edhe funksione të tjera, keni punuar gjithashtu edhe në drejtorinë komunale të arsimit në Skënderaj, pastaj keni marrë pjesë edhe në trajnim të trajnerëve për asistente, gjitha këto, por krejt në fillim. Çka nënkupton termi nxënës me vështirësi në të nxënë? Atëherë, vështirësitë në të nxënë janë një çrregullim neurologjik që shpesh herë ngatruhen me sëmundjet tjera që realisht çrregullimet në të nxënë nuk janë sëmundje, janë vështirësi neurologjike të nxënësve, të cilat mund të kufizojnë disa funksione, por asnjëherë nuk mund të klasifikohen si sëmundje. Dhe fëmijët e tillë mund të kenë koeficientin inteligjencës mesatar, nën mesatar apo mbi mesatar. Do thotë dhe specifikat e këtyre çrregullimeve janë që ne duhet të kemi njohuri rreth çështjes, metodologjive, strategjive dhe stileve, teknikave të punës në mënyrë që të gëzojnë të drejtën për përfshirje, të kemi program dhe plan të individualizuar, në mënyrë se pastaj ata të kalojnë këto vështirësi. Dhe çdo ditë ne kemi numër të madh të nxënësve që kanë vështirësi në të nxënë dhe për fatkeqësisht jo të gjithë janë të diagnostikuar ose të vlerësuar nga ekipa komunale për vlerësim. Dhe në mungesë të këtij diagnostikimi edhe në mungesë të këtyre informacioneve, shpeshherë pastaj kemi vështirësinë në çështjen individuale të këtyre nxënësve. Dhe në këtë rast vështirësia më e madhe është për mësimdhënësit, të cilët kanë një numër të madh nxënësish dhe në kuadër të gjithë kësaj kanë edhe një, dy ose tre nxënës me vështirësinë të nxënë, që mund të jenë disleksi, vështirësinë të shkruar, disgrafi apo diskalkuli që janë vështirësi matematikore, që shpeshherë në mungesë të këtyre informacioneve mësimdhënësit bëjnë presion në kuptimin e mësimdhënies, sepse sigurisht mësimdhënësit dojnë me bë më të mirën e mundshme, me ofru një mësimdhënie adekuate për të gjithë nxënësit. Por duke parë që kjo është një vështirësi e cila mund ta shoqëroj për vite nxënësin, por se përparësia e gjithë kësaj është se kjo vështirësi nuk i pengon nxënësit të jenë të mirë, në kuptimin të jenë një sportist i mirë, të jenë një këngëtar i mirë, të jenë një aktor i mirë, sepse jo gjithherë të shkruarit domethënë është orientues. Pra, sot jemi në një botë e cila po shohim se orientimi profesional luan një rol shumë të rëndësishëm, edhe shumë figura në përbot, domethënë përkundër se kanë pas vështirësinë të mësuar. Sot janë domethënë në pozita shumë të larta, janë këngëtar shumë të famshëm, aktor apo edhe shkrimtar. Në edhe të kaluarën, shumë prej shkencëtarëve, domethënë thuhet se kanë pas shenja të autizmit. Jemi për shembull tek Einsteini, thuhet se ka pas disa prej shenjave dhe ka pas vështirësinë të mësuar, por teoria e tij sot domethënë është akoma prezente edhe gjithë domethënë biografinë e Einsteinit apo Thomas Edisonit apo shumë figura të tjera që sot janë domethënë akoma aktual. Pra ne duhet kemi parasysh se mësimdhënien e përshtatëm nevojave edhe kërkesave të nxënësve.
jo nxënësit i përshtatet plan programit, apo dëshira, apo nevojave tona. Prandaj ne si profesionist duhet të gjejmë forma të ndryshme të avancimeve, qoftë ndjekja trajnimeve, qoftë pjesëmarrja në diskutime të ndryshme, që të vëdësohemi për çështje individuale ndaj këtyre vështirësive, në mënyrë që të dimë anën emocionale të këtyre nxënësve. Pra, ne po e dimë që një nxënës ka një vështirësi, sigurisht ka dhe një arsye, sepse brenda individualitetit e këtij fëmijës fshihen shumë gjëra. Përfshirë aspekti emocional, përfshirë aspekti social me shoqëri brenda klasës apo dhe jashtë shkolle, plus edhe pjesa tjetër e familjes, e cila shpeshherë në shoqërinë në cilën po jetojmë janë vështirësi të natyrave të ndryshme, të cilat përballet nxënësi çdo ditë. Sa janë të përfshirë, zotër Izabeli, këta nxënës në klasat gjithëpërfshirëse? Këta nxënës, domethënë, janë në sistemin arsimor, edhe janë të përfshirë edhe fatmirësisht, nëse kthehemi historikisht edhe në krahasim në të kaluarën dhe tani, fatmirësisht tek nxënësit është bërë një vëdësim shumë i madh. Po flas sepse në punën për herë të parë me nxënës me nevoja të veçanta kanë filluar në vitin 2004, edhe janë ballafaqur saktësisht me pranimin e këtyre fëmijëve me vështirësinë të nxënës apo ne quajmë edhe nevoja të veçanta, të cilët domethënë ka pas vështirësi të pranimit brenda shkolle. Pastaj ka qenë ajo faza e përfshirjes fizikisht të nxënësve në shkollë. Ka qenë faza e integrimit brenda një shkolle, por ne sot fatmirësisht kemi një situatë tjetër që fëmijët nuk paragjykojnë, nuk e bullizojnë, po flas për pjesën më të madhe, sepse tashmë nxënësit e njohin atë fëmijë, edhe njohin pjesë më të mira të tij, edhe pse ai mund ta ketë një vështirësi e të kalojnë, domethënë nuk janë ata që për shkak një vështirësie e bullizojnë, e nënçmojnë, e lënë anash. Pra, ai fëmijë ose këta nxënës janë përfshirë. Sigurisht që pastaj ndikon edhe nga kushtet fizike të shkollës, numri i madh i nxënësve, çështja e mësimdhënësve, vëdësimi i klasës, sepse ne duhet të punojmë shumë me nxënësit brenda klasës, që të informojmë ata nxënës, që të kenë informacione që nxënësit e tillë mund të kenë vështirësi të përkohshme në të mësuar, por me kalimin e kohës mund të jenë shok të mirë, mund të jenë familjar të mirë, dhe mund të jenë shoqëri të njerëz apo fëmijë ose të rinj të rëndësishëm të shoqërisë tonë. Realisht këtë definicion e thot edhe një meta-analizë shkencore e vitit 2021, sepse hasa natë ndoshta ka dhe më të reja, por gjithsesi edhe një analizë e UNESCO-s kështu e përkufizon, domethënë që nxënësit që studiojnë së bashku me bashkëmoshataret e tyre, e kemi fjalën këtu për nxënësit me vështirësinë të nxënë, ata gjithsesi ndihen më të pranuar edhe janë më të socializuar në realitet. Por zotri Izabeli, cili është roli i pedagogut special ose mësimdhënësit mbështetës në këtë proces, sepse përmendet që faktikisht si ka qenë më herët më vështirë, e ndërkaq sot besoj që është krejt ndryshe situata. Sakt. Atëherë sa për informacione, domethënë pedagogjia speciale ka qenë një bachelor në Universitetin e Prishtinës, i cili ka zgjatur dikon 2 gjenerata, nëse nuk gaboj, ose 3 maksimumi, ka qenë viti 2001 pas luftës, edhe sot shumica këtyre pedagogëve special janë domethënë në vendet punës, ose mësimdhënës mbështetës, ose janë profesionistë në komunat e tyre të cilët veprojnë. Por ka qenë një program universitar i cili ka përgatitur studentët tash diplomum në aspektin e informacione për nxënësit me nevoja të veçanta, dhe janë duke dhënë një kontribut jashtëzakonisht madh. E diskutuam edhe më herë sepse në të gjitha komunat e Kosovës janë promotor i procesit zhvillimit gjithëpërfshirjes. Dhe punësimi i këtyre mësimdhënësve, i këtyre pedagogëve mësimdhënës mbështetës, i cili ka filluar në vitin 2010 dhe tash në shumicën e komunave ka mësimdhënës mbështetës, fatkeqësisht nuk është numër i mjaftueshëm i mësimdhënësve mbështetës, sepse nevojat, kërkesat janë të mëdha, sepse mësimdhënësi mbështetës është promotor i zhvillimit të arsimit gjithëpërfshirës në shkollë. Pra duke filluar prej promovimit të gjithëpërfshirjes brenda klase, brenda shkollës, organizimi i aktiviteteve të përbashkëta në nivel shkolle, në mënyrë që nxënësit të ndihen të pranuar, mos ndihen vetëm pjesë fizike e klasës apo shkollës, por të jenë të barabartë në procesin mësimor. Pra atë që sapo them që fëmijët nuk duhet të ndihen të neglizhuar,
të mos përfshirë për shkak një vështirësie të cilën e ka. Mund të jenë person me karrocë edhe çfarë të keq që ka ai tjetër të përfshirë në aktivitete shkollore. Dhe pastaj pjesa më e rëndësishme në mësimdhënësën bashkësisht është pjesa pedagogjike. Pra, përkrahja e mësimdhënësve, vëzhgimi edhe monitorimi i punës të nxënësve, të mësimdhënësve dhe hartimi i planeve individuale. Pra një prej punëve ose një prej instrumenteve shumë të rëndësishme të arsimit është plani individual, i cili plan ndihmon nxënësit në konkretizim të njëftësive mësimore. Pra në rast se një nxënës nuk arrin, qoftë me vështirësinë të nxënës apo me nevojat veçanta, ta ndjek planin e rregullt arsimor, atëherë përmes mësimdhënësën mbështetëse dhe aktorëve të tjerë të shkollës, të cilët mund t'i ketë shkolla, hartojnë planin individual të arsimit. Edhe pastaj monitorohet zbatimi i planit individual. Pra, puna mësimdhënësën mbështetës është faktor kryes në përfshirjen, integrimin dhe socializimin e nxënësve me nevojat veçanta, si dhe ofrimin e një mësimdhënie të përshtatshme. Sepse pozita e mësimdhënësës mbështetës vlerësohet një pozitë shumë e rëndësishme në këtë proces. Vetëm se mbështetson fakti se në shumë komuna, në shumë shkolla nuk e kanë këtë mundësi. Dhe një shkollë gjithëpërfshirëse, e cila synon edhe kurrikula e Kosovës, edhe dokumentet vendore dhe ndërkombëtare për të qenë një shkollë gjithëpërfshirëse, gjithsesi duhet të ketë një mësimdhënës mbështetës. Në mënyrë që nxënësve t'i ofrohet, domethënë kushtet barabarta, si në aspektin mësimor dhe në aspektin social. Po, juve, do më thonë, jeni pak a shumë mbështetës i mësimdhënësve, ju ndihmoni edhe mësimdhënësve në këtë rast, por cila është mbështetja që do ta marrë një nxënës me vështirësi në të nxënë? Atëherë, ne shpesh në praktik dhe shumë mësimdhënës, sepse dhe nga trajnimet cilat kam në për gjitha komunat e Kosovës, takime me mësimdhënës, shumë që kemë me mësimdhënës të mirë, mësimdhënës profesional, në aspektin njohurive të lëndës të cilat ata kanë studiuar. Por një vështirësi bazike e kemi tek qasja, metodologjia e punës me nxënës mesatar apo në nxënës me vështirësi. Do më thonë, shihet nga puna në terren që fokusi më i madh i mësimdhënësve, të një pjesë e mësimdhënësve është tek nxënësit talent apo nxënësit punëtor. Por mungon kjo qasja individuale, njohurit për nxënësit të cilët kanë vështirësi. Pra, menaxhimi i orës mësimore, pastaj është edhe mungesa psikologëve për trajtim individual të nxënësve, pra aspektin e sjelljes, emocioneve, socializimit, pranimit, pastaj ofrimi një materiali konkret për punë. Por shpeshherë ne presim më shumë se sa duhet nga një nxënës i cili mund të ketë vështirësinë të nxënë. Dhe në këtë aspekt, shpeshherë mendoj se ndoshta kishte qenë shumë mirë që mësimdhënësit të jenë me të trajnuar, pra të kenë janë programe të akredituara nga una ministrisë dhe të gjendet një strategji që nga una ministrisë apo nga una shtetit, në mënyrë që secili mësimdhënës ta ketë mundësinë e zhvillimit profesional, e çështjes në këto trajnime. Për shkak se vërtet nga praktikat, kur marrin informacione për çështje individuale, për plan individual, për vështirësitë në të nxënë, pra mësohet natyra e vështirësisë në të nxënë, përdorimi metodave konkrete, demonstruese, në mënyrë që nxënësit të promovojnë të gjitha stilet e të mësuarit. Pra mos të kemi vetëm një formë të mësuarit, por para nxënësve të ofrojmë metodologji të ndryshme, strategji, teknika, në mënyrë që ata të jepin të gjitha mundësinë dhe të mësojnë nga të gjitha shqisat. Pra, kjo është shumë e rëndësishme për fëmijët mesatar apo me vështirësinë të nxënë apo dhe me nevojat veçanta. Të jepet mundësia që përmes aspektit vizual t'i ofrohet një përmbajtje, përmes punës praktike, përmes vizitave, në mënyrë që të mbeten më gjatë në kujtesën, e jo ndoshta se dikur në mungesë kushteve kemi mësuar gjërat shumë përmendsh, kemi mësuar gjërat shumë në teori, e që sot fatmirësisht kushtet janë më të mira, janë mundësitë më të mira sepse shumë shkolla ose kanë projektor ose kanë smart table, edhe kanë mundësit e ofrimit materiale konkretizuese ka shtiktyre nxënësve. Përmendë pak edhe planet individuale, me raste ankohen se ndoshta ekipa multidisciplinare që funksionon në kuadër të komunave, këtu të flas në përgjithësi, i vonojnë faktikisht ato përgjigjet, i vonojnë planet individuale. Si ekspert i kësaj fushë, zotëri Zabeli, sa e dëmton faktikisht një nxënës një sjellje e tillë të themi, edhe si
si jemi me ligjet në këtë rast? Atëherë procesi i arsimit gjithëpërfshirës vlerësimi nxënësve lidhet kryekëput me këtë komision nivel komunal, që është komisioni për vlerësim pedagogjik të nxënësve me nevoja të veçanta. Ky komision formohet nga ana kryetarit komunës, konfuzimit administrativ, i cili specifikon se duhet të jenë pedagogu special i udhëheqës i kësaj ekipes komunale, psikologu nivel komunal, logopedi dhe punëtori social janë anëtar të përhershëm të kësaj ekipes komunale. Dhe secili me profesionalizmin e vet bën vlerësimin e këtyre nxënësve, të cilët pastaj nga ana drejtorit komunës marrin vendim se janë fëmijë me nevoja të veçanta. Dhe tek atëherë kur fëmia ka një vendim nga ana e këtij komisioni, mund të hyjë në statistikat e fëmijëve me nevoja të veçanta. Sepse në Kosovë shpeshherë përmendim statistika të ndryshme, por derisa këto ekipe komunale nuk janë funksionale në të gjitha komunat, dhe që në praktik kanë shumë vështirësi në funksionim të këtyre ekipeve, e kemi të vështirë dalëm me një statistikë. Por që është njëri ndër faktorët më të rëndësishëm fuqizimi i ekipeve komunale për vlerësim, për arsye sepse kjo ekip pastaj e orienton nëse fëmia apo është përgjegjës të caktojë nëse fëmia duhet të ketë plan individual, nëse fëmia duhet të ketë asistent, apo mësimdhënia e individualizuar, strategjitë, rekomandimet për punë me nxënës me nevoja të veçanta. Dhe shpeshherë mësimdhënësit gjenden në vështirësi përballë kësaj ekipe, sepse bojnë kërkesa të shumta për vlerësim, bëhet vlerësimi dhe shpeshherë në praktik, po flas nga njohuritë që kam në shumicën e komunave të Kosovës, nuk po specifikojnë ndonjë komunë, domethënë sepse dikun po funksionojnë më mirë, dikun kanë vështirësi, por përgjithsisht në shtetin tonë kanë vështirësi në funksionim të kësaj ekipe. Dhe shpeshherë edhe rekomandoj që i zhdosht kjo çështje të merr kuptim më të madh dhe i zhdosht sikurse shumë vende tjera të krijojnë, sidomos shteti, një institucion të veçantë, qoftë në nivel regionesh, dhe të bëjë vlerësimin edhe të jetë komision vetëm për këtë çështje, në mënyrë se kjo problematikë të zgjidhet në afatgjatë, domethënë në një proces afatgjatë, jo të jetë e përkohshme dhe mësimdhënësit çdo ditë ballafaqohen me mungesë vlerësimit nga ana kësaj ekipes dhe prandaj në praktikë sigurisht mungojnë pastaj planet individuale, mungon ose zvarritet procesi i ofrimit një mësimdhënie të përshtatshme për nxënës dhe sigurisht në gjeneratat ecin fëmijët janë ata që janë viktime gjithë këtij procesi. Po, juve mbani edhe trajnime për asistent të fëmijëve me nevoja të veçanta në nivel vendi. Këtu po më intereson shumë, zotri Zabeli, a janë shkollat tona mjaftueshëm të përgatitura për arsim gjithëpërfshirës? Atëherë, në informacion ndoshta pak më të sakt, unë jam mësimdhënës i nivelit 5, që është një nivel shkollimi për asistent për fëmijët me nevoja të veçanta. Kam qenë edhe vitet e kaluara, këtë vit nuk kam vazhduar sepse për arsye personale, përndryshe është një kualifikim i cili organizohet nga Agjencia për Aftësim dhe Arsim Profesional, i cili është institucioni i krijuar nga Ministria e Arsimit, dhe që funksionon nga viti 2019, tash është diplomuar sapo është diplomuar para 2 javësh, gjenerata 7, të cilët janë dikun rreth 500 apo me numër nuk jam shumë i saktë, nuk du të jem asistent, të cilët janë shkolluar me sistemin e shkollimit nivelit 5 të personit, është një shkollim ndërkombëtar i akredituar, i cili përgatit asistentët për punë me fëmijët me nevoja të veçanta dhe shpesh në praktik, nga ajo që ka monitoruar edhe si zyrtar arsimi, edhe si mësimdhënës edhe nga puna që bëjmë, shpesh më shumë kanë asistent informacione për arsimin gjithëpërfshirës sesa mësimdhënësit në shkollë, për shkak se kanë një specializim të kësaj natyre. Përndryshe trajnimet të cilat i mboj janë trajnime të akredituara nga ana ministrisë dhe janë të fusha tjera për planin individual të arsimit, gjithëpërfshirjen, vështirësitë në të nxënë, edhe kemi për ekipet komunale për vlerësim. Pra, në gjithë Kosovën mundohemi se të jem afër mësimdhënësve në mënyrë se të ofrojmë informacione dhe të gjithë trajnerët të cilët i kemi në organizat janë të licencuar edhe janë njerëz të cilët punojnë çdo ditë në punën praktike me nxënës me nevoja të veçanta. Por nuk mbetet asgjë teorike, çdo ditë ballafaqohen me punën, me prindërit, me fëmijët me vështirësinë të nxënë, me planin individual dhe vështirësi tjera të arsimit gjithëpërfshirës. Cili është roli i prindërve në mbështetjen e fëmijëve të tyre? Roli i prindërve është jashtëzakonisht i madh. Mos më thonë është shumë i rëndësishëm. Bile me ligjet e arsimit në Kosovë, asnjë veprim nuk mund të merret karshi fëmijës
i fëmijës, i individualizuar, pa pelqimin e prindit. Pra thot udhëzimi administrativ, edhe pse kjo praktik shpesh herë na hazëm në vështirësi, për shkak të një komunikimi ndoshta jo të mirë me prindër. Dhe unë apeloj para të gjithëve që cilësi suksesit në komunikim me prindër është komunikimi. Pra bashkëpunim me prindër është pjesa e komunikimit. Ne duhet të jemi shumë afër prindërve, të krijojmë një kulturë të mirë të komunikimit. Pra të thrasmi prindërit në takime, të bashkëbisedojmë, të jemi të hapur edhe të jemi argumente për çdo problematikë dhe vështirësi të cilën e kemi, të organizojmë punëtori edhe aktivitete të ndryshme të përbashkëta në mënyrë që prindërit të ndihen komod brenda shkollës, jo të ballafaqohen me paragjykime edhe jo të jenë të stigmatizuar për shkak të vështirësisë që mund të kenë fëmijët. Pra prind ka një rol shumë të rëndësishëm sepse komplet procesi i hartimit planit individual pa pelqimin e prindërve dhe pa informacionin nga ana prindërve nuk mund të bëhet asgjë, sepse janë specifika të cilat ne duhet të kemi informacionin nga ana prindërve, sepse fëmia një pjesë të ditës e kalon në shkollë, po pjesën më të madhe e kalon edhe në shtëpi. Kështu që ne duhet gjithsesi të kemi një bashkëpunim të ngushtë me prindër dhe me ekspertë të tjerë të profesionit. Të fushës. Nga praktika juaj, jemi duke shkuar krejt drejt fundit e emisionit, nga praktika juaj, cili është bashkëpunimi i këtij trekëndshit prind, shkollë dhe ndoshta profesionistë të fushës tani këtu mos t'i dalloj sepse secili e ka rëndësinë e vet. Në praktikë ka vështirësi komunikimi me prindër. Këto e them nga informacionet që kam në teren nga unë e prindërve, për shkak të mungesës së kusheve të përshtatshme për shkollim. Dhe shpesh herë mësimdhënësit ndihen keq pse nuk e kanë mundësit me ofru një mësimdhënie të përshtatshme, pse nuk e kanë një informacion për një qasje individuale ndaj nxënësit, pse nuk e kanë një klasë me një grup nxënësish të vogël dhe të ketë mundësi për të përkushtohet atij fëmije. Dhe nga këtu pastaj familjarët, prindërit sigurisht ndihen jo të kënaqur. Nganjëherë bashkëpunimi çalon te kjo pjesë sepse pakënaqësitë pastaj e vështirësojnë edhe komunikimin. Mirë po, kemi edhe shembuj të mirë të komunikimit me prindër, sepse kemi shumë prindër që janë shumë bashkëpunues, kemi shumë prindër të cilët janë afër fëmijës edhe afër shkollës, edhe krijojnë një bashkëpunim të mirë, i cili drejt për së drejtë ndikon tek rezultatet me nxënës. Pra, ndetet shumë për të punuar dhe të krijohet një kulturë më e mirë e bashkëpunimit, por që ndërsa sa i përket profesionistëve, këtu pak, domethënë kemi pak më shumë probleme, për shkak se mungojnë profesionistët në nivel shkolle apo në nivel komune ose shteti. Dhe shpesh detyruan edhe prindërit që të konsultohen me profesionistë ndoshta jashtë shkolle në mënyrë që të marrin shërbime të përshtatshme për nxënësit, për fëmijët e tyre apo nxënësit. Po. Brenda shkollës. Jeni, domethënë shërbeni për nxënësit me vështirësinë të nxënë tash sa vite, a mund të na flisni për histori suksesi? Kam shumë histori suksesi, edhe që shpesh herë unë them jo përveç është një profesion, vetëm profesion, por është një profesion vërtet human, puna me fëmijë me nevoja të veçanta. Dhe nuk ka kënaqësi më të madhe për një profesionist apo një mësimdhënës kur e sheh që një nxënës përkundër se ka vështirësi qysh nga klasa e parë dhe arrin të bëjmë të rëndësishëm apo të pavarur. Unë nuk po ndalem me emra specifik, por unë kam punuar në një klasë të bashkangjitur dhe kam punuar me 25 nxënës me nevoja të veçanta. Edhe nga të gjithë 25 nxënësit që kanë qenë aty në atë klasë, të gjithë prej tyre sot janë njerëz të rëndësishëm të shoqërisë. Por ose janë profesionistë të caktuar, qoftë në një profesion specifik, apo qoftë janë nënët përkushtuar për ato që kanë qenë në dëgjenisë femërore dhe për thjesht kanë arritë të përfundojnë shkollimin fillor, disa prej tyre shkollimin e mesëm, ka prej tyre që në universitet dhe kjo më banë shpesh të lumtur kur i takoj dhe tham që unë kam qenë njeri prej atyre që kam kontribuar në këtë profesion ose në këtë çështje. Dhe që është një diçka shumë e rëndësishme të cilën nuk e thash, arsimi gjithëpërfshirës kërkon përkushtim të gjithë profesionistëve. Një person i vetëm, qoftë mësimdhënës i mbështetës, mësimdhënës i rregullt, apo edhe profesionisti nuk mund të
të bëj asgjë vetëm. Këtu duhet mobilizim i të gjithë personave në mënyrë se të ndihmuhet këtyre nxënësve, sepse vërtet mund të kenë vështirësi momentale por të cilat i të kalojnë. Dhe nga praktikat, unë sot mburrem kur i shoh fëmijët e tillë, nxënësit e tillë që përkundër se kanë pas vështirësi në një periudhë caktuar kohore, sot ata janë njerëz të rëndësishëm shoqërisë dhe kemë bën më të lumtur në botë. Mirë të nderuar, ashtu siç tha si mëdhënësi ynë mbështetës, një resh pedagogu special, zotëria Arben Zabeli, nëse bashkëpunojnë shkolla, prindi dhe profesionistët e kësaj fushë, gjithsesi çdo fëmijë me vështirësi në të nxënë do të ndihet i rëndësishëm, i mbështetur dhe normalisht i vlerësuar. Nga ana tjetër, gjatë bisedës e kuptuam se arsimi gjithëpërfshirës nuk duhet të mbetet vetëm detyrë shtetërore, por kjo duhet të kaloj edhe në përgjegjësi njerëzore dhe gjithsesi të jetë përgjegjësi edhe e gjithë shoqërisë. Zotri Zabeli, krejt për fond, cila do të ishte një thirrje që e drejtoni qoftë drejt prindërve apo dhe qoftë drejt atyre që janë të obliguar për të ndërtuar një arsim gjithëpërfshirës sa më cilësor? Porosia ime do të ishte të mos ndalemi tek vështirësitë. Në rast se ne ndalemi çdo ditë tek vështirësitë që ballafaqohemi, ne asnjëherë jo vetëm arsimin gjithëpërfshirës, po asnjëherë sistemin arsimor nuk do ta rregullojmë. Por gjithsesi duhet të ecim tutje, të i kalojmë vështirësitë, qofshin ato brenda klasës, qofshin brenda shkollës apo brenda komunitetit, në mënyrë që mos të ndalemi pas, por të ecim tutje. Pra mund të mungoj një ekip komunale për vlerësim, por ne duhet të bashkëpunojmë me prindin të ofrojmë një mësimdhënie adekuate. Mund të mungoj një trajnim i akredituar dhe i licencuar, por ne duhet gjithsesi të holumtojmë, të marrim përvojë dhe praktika të ndryshme sepse jemi në kohën e teknologjisë dhe të gjejmë modele të mira, të rëndësishme dhe të përshtatshme për këta nxënës. Pra, përveç kësaj, ne mos ndalemi tek vështirësitë dhe të shtojmë komunikimin. Komunikimi është ai i cili ne na informon edhe na jep gjithmonë modele dhe shembuj të mirë. Prandaj duhet të komunikojmë, duhet të bashkëpunojmë në mënyrë se procesi i arsimit gjithëpërfshirë mos ndalet. Është një proces që është jo i lehtë, është kompleks, sepse rezultatet në këtë proces janë të ngadalta, po janë rezultate që kanë vërtet rëndësi shumë të madhe. Shumë faleminderit për kontributin tuaj që dhat në emisionin për një botë më të mirë. Faleminderit edhe juve për ftesën.